Po dy deklarata... Ky nëse Lumiri do më marrë rolin e zmadhuesit të Albinit, le ta merr. Të autoparlamentit. Po, le ta merr, edhe nëse i pëlqen ajo, po ne nuk e pëlqejmë këtë formë të punës, ne kemi komunikim me opozitën, po ne nuk mujmë, unë s'mujmë me shku me taku Lumirin, për çka ka folaj me Albinin. Se këso kam interesant, sa është pjesë e jamja. Le t'i groj tjetër ka, ase dhe tyre jamja. Ose Bedrin, se Bedria Lumirin shku t'i sa e në takime. Po ata para se me shku, kanë mujtë me mpyt. Atë shkoj, atë mos shkoj, çka të bëjnë nëse dojnë me vazhdu, pastaj me punu në Rveti. Po ta si kanë bëni gjatë tillë. E ta se po vjen me taku mu, ma si e taku me ta. Më i mund shumë një bashkëpunim mes zotërit Haradinaj dhe Bedri Hamzës apo Albin Kurtit pas zgjedhjeve dhe çushës qarut çet situatë. Gjitha janë të mundshme. Gjitha bashkëpunimet janë të mundshme. Pra nuk përjashtohet mundësia edhe bashkëpunimit me vetëvendosin. Ja, s'kemi përjashtime. Okej. Po mendoj që për zotin Haradinaj jam qartësu, pra unë kam thonë që zoti Haradinaj ka keq kuptuar të mirësinë time të korrekcisë të informimit për procese, jo për takime, se por unë nuk kam që informoj që ka ndodhur takim, sepse s'është natyre imja. Unë përbisem shumë i kujdesshëm edhe me anëtarët e partisë ime, grupet shumë të reduktuara, sepse s'du të bëhet temë publike, diçka që kemi fol të njerëz katër sy. Sa dona me vetë dikon tjetër, sidomos një partia me shkuar në takim me një parti tjetër, ajo s'ndodh. Po jemi qartësu mirë dhe kemi mbyllë këtë temë edhe na lejo që unë kam pas marrëdhënie korrekte me të gjithë. Pra dhe Ramushën e kam thirrë në telefon, kemi biseduar, jemi taku shpesh. Edhe me Hamzën jemi taku shpesh. Për një mundësi të bashkimit. Po. Male, në gjys deklaratën se ta fillimisht duhet me bashku LDK-n. Ose pjesët e mbetura jashtë LDK-s. Apo? Po. Më pas i vjen radha mundësisë për bashkëpunim e para zgjedhor edhe me Lidhjen Demokratike, me Aleancën për Ardhmërinë e Para s'ka kohë, sepse jemi 4-5 jemi në fushat. Nuk ka mirë. Po si vizioni së ardhmës është një rrugë me plot interes për mua. Me akën. I shkrirjes elementeve të djatha brenda LDK-s është një interes i madh, po shumë afatgjatë nuk duhet se politika po shumë dinamike, normale, edhe s'po duhet kjo duhet me qenë dy për tango,